Përshëndetje miq. Në këtë video do flasim për numrin 26. Një shifër që kulturat e lashta nuk e kanë trajtuar kurrë si rastësi. Në Indinë mistike, ai është kodi i karmës së pashlyer. Në Kinë, energjia e rrjedhjeve dhe i shërimit. Në Ilirinë e lashtë, pra para arsit tanë, 26 është numri i rojeve të padukshëm, që mbrojnë shpirtin e njeriut. Në Egjipt, ai lidhet me udhëtimin e Kas, me portën mes trupit dhe dritës. Rusia e vjetër thoshte, 26 është numri që të rrëzon nëse gënjen vete, dhe të ngrehe lart nëse pranon të vërtetën. Si dhe kabala hebraike, aty bëhet diçka interesante, sepse 26 është vlera numerike e emrit të Zotit, JHVH, shifra e krijimit, shifra e burimit, shifra që nuk shkatërrohet. Në okultizëm, 26 është portali mes botës që e prek dhe botës që e ndjen, mes asaj që je dhe asaj që duhet të bëhesh. Kur 26 hyn në jetën tënde, një gjë është e qartë. Universi nuk të pyet më, ai të thret. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, shihim në videot e tjera. Ju përshëndes.